Me irë të Zotit vëllezër, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Po lexoj në Mateu, faqja 7, kapitulli 7. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni. Dhe me masën me të cilin ju masni, do t'ju masin të tjerët. Pse shikon lëmishten që është në syrin e vllait tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Ose si mund t'i thuash vllait tënd dale të heq lëmishten nga syri kur ke një tran në syrin tënd? O hipokrit, hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga syri i vllait tënd. Mos u jepni qenve që është e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe t'ju shqyejnë. Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do t'i gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet. Sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen dhe do t'i çelet atij që troket. A ka midis jush ndonjë njeri që po t'i kërkoj i biri bukë t'i japë një gur? Ose po t'i kërkoj një peshk t'i japë një gjarpër? Nëse ju që jeni të këqinj, dini t'ju jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër ati juaj që është në qiej do t'ju jap gjëra të mira atyre që ja kërkojnë. Gjithçka pra që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, u a bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërim, dhe shumë janë ata që hynë nëpër të. Përkundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Ruani nga profetët e remë të cilët vinë tek ju duke u shtenë si dele, por për brenda janë uqër grabitqar. Ju do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rush nga ferat ose fiq nga murrizat? Kështu çdo dru i mirë jep fryt të mirë, por druri i keq prodhon fryte të këqija. Një dru i mirë nuk mund t'i japë fryte të këqija, as një dru i keq t'i japë fryte të mira. Çdo dru që nuk jep fryt të mirë, pritet dhe hidhet në zjarr. Ju pra do t'i njihni profetët nga frytet e tyre. Jo çdo njeri që më thotë Zot, Zot, do hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? A nuk i dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do t'ju sqaroj atyre, unë s'ju kam njohur kurrë, largohuni nga unë, ju të gjithë që keni bërë pa udhësi. Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalët e mia dhe i vën në praktikë, mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkem. Rashiu, erdhi përmbytja, frynë errat dhe u përplasën mbi atë shtëpi, por ajo nuk u shemb sepse ishte themeluar mbi shkem. Përkundrazi, ai që i dëgjon këto fjalë dhe nuk i vën në praktikë, do të krahasohet me një njeri budalla që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rrerë. Më pas rashiu, erdhi përmbytja, frynë errat dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Ajo u shemb dhe rënimi i saj që i madh. Tani kur Jezusi mbaroi këto fjalë, turmat mbetën të habitura nga doktrina e tij, sepse ai mësonte si një që ka autoritet dhe jo si skribët. Amin. E falenderojmë Zotin vëllezër për fjalën që
Zoti na jep të gjithëve. Lexojmë vëllezër, aleluja, fjalët e Jezus Krishtit. Shpeshherë pyesim veten motra dhe vëllezër, pyesim të tjerët, se kush motra dhe vëllezër do të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe për të parë dhe për të mësuar se kush vëllezër do të hyjë në mbretërinë e Perëndisë, në këto 3 kapituj që është kapitulli 5, i 6 dhe i 7, në Mateu, vetë Jezus Krishti na mëson vëllezër, aleluja, se kush do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çdo njeri nga ne vëllezër, aleluja, duhet t'i lexojë këto vargje dhe të meditojë, t'i analizojë me veten e vet. Nëse vërtet dëshirojmë vëllezër që të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë, nëse vërtet duam t'i pëlqejmë Perëndisë vëllezër, aleluja, Zoti na mëson se si mundet njeriu të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Do desha që të përqendroheshim motra dhe vëllezër, aleluja, në vargjet e fundit që lexuam, në vargun 24, thotë: prandaj ai që i dëgjon këto fjalët e mia dhe i vën në praktik. Sa e rëndësishme është Zoti të t'i japë mundësinë motra dhe vëllezër dhe të mësojë se si mund të hyjet në mbretërinë e Perëndisë. Çfarë duhet të bëj motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu që të hyjë në mbretërinë e Perëndisë? Dhe Zoti thot ai që do t'i vër në praktikë këto mësime që unë po ju jap. Fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, ka të bëj me shpëtimin e njeriut. Ka të bëj me përsosjen e njeriut. Ka të bëj me shinjtërimin e njeriut. Dhe nëse nuk do jemi të kujdesshëm se çfarë thot Zoti në këtë varg, si jam unë në marrëdhënie me këtë urdhërim që Zoti po më jep, vëllezër, nuk vlen asnjë lloj gjëje tjetër. Nëse ne nuk qëndrojmë besnik dhe të përpiqemi që të vëmë në praktikë mësimet që Jezus Krishti na jep, nuk ka vlerë, vëllezër, aleluja. As e qara jonë, trishtimi, nuk kanë vlerë, vëllezër, sepse Zoti na ka dhënë një urdhërim. Si mund të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë? Ai që më do mua, dhe të vërë në praktikë, thot Zoti, fjalën time. Këtu duket dashuria që kam për Zotin, motra dhe vëllezër. Ka shumë të krishterë, vëllezër, që e ngatrojnë dashurinë për Zotin me dëshirën për të qenë në parajs. Janë dy gjëra të ndryshme. Të gjithë bota do të jetë në parajs, vëllezër. Por në parajs, thot Zoti, do të hyjë ai që më do mua. Dhe ai që më do mua i vën në praktikë urdhërimet e mia. Nuk është thjesht për mëshirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti erdhi sepse pati mëshirë të madhe dhe dashuri të madhe për të gjithë njerëzit, la qiellin, mori shëmbëllim mishi, motra dhe vëllezër, mëkatar, dhe u kryqëzua në kryq për mëkatet tona. Kjo është mëshira e Zotit dhe dashuria e Perëndisë. Dhe kur erdhi Zoti, motra dhe vëllezër, me ne na la fjalën e Perëndisë për të na treguar se kush mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, e pranon këtë flijim të Perëndisë, sepse vërtet kupton, motra dhe vëllezër, aleluja, që është në mëkat,
Dhe çdo njeri është në mëkat. Nuk ka njeri pa mëkat, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, por Zoti erdhi për të shlyer mëkatet tona, për të hequr mëkatet tona çdo njeri që e beson. Këtë flijim, motra dhe vëllezër, që ne pa mëkat, duke besuar në Krishti, të ecim sipas vullnetit të Tij në këtë rrugë të ngushtë deri në orën, motra dhe vëllezër, që ne të shohim lavdinë e Perëndisë. Dhe vetë Jezus Krishti, të gjithë turmave që e ndiqnin, ju jepte mësim, i mësonte, motra dhe vëllezër, aleluja, se kush do të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. E falenderojmë Zotin, vëllezër, dhe thot këtu: prandaj ai që i dëgjon këto fjalët e mia dhe i vën në praktikë mund ta krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar. Ai që i dëgjon fjalët e mia dhe i vën në praktikë, unë, thotë, e krahasoj një njeri të zgjuar. Zoti na krahason me një njeri të zgjuar kur unë përpiqem të vënë në praktikë urdhërimet e Zotit. Që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi Shkem. Ky njeri që ka vënë në praktikë fjalën e Perëndisë, këto urdhërime të Zotit, ai thotë ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi Shkem. Shkembi, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, është Jezus Krishti. Krahasohet me një njeri që ka ndërtuar shtëpinë e tij tek Jezu Krishti. E falenderojmë Perëndinë, vëllezër. Rashiu erdhi përmbytja, fry në erëra dhe u përplasën në atë shtëpi. Por ajo nuk u shem, sepse ishte themeluar mbi Shkem. Të gjithë njerëzit, thotë motra dhe vëllezër, do të dalin përpara Perëndisë dhe do të gjykohen. Dhe Zoti do jap të verdiktin, motra dhe vëllezër, për çdo njeri. Por mos harroni, vëllezër, të krishterët nuk do të gjykohen, kur të gjithë do japin llogari përpara Perëndisë. Fjala këtu na mëson diçka shumë të rëndësishme, vëllezër. Ai që ka vënë në praktikë fjalën time, thotë, fry në erërat, rashiu, u përplasën mbi atë shtëpi, thotë, por ajo nuk u shem. Kjo është rruga jonë, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, dhe prova jonë. Gjykimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sot është ora të tregojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, se sa e vëm në praktikë fjalën e Perëndisë. Ky është gjykimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse Zoti do të vijë të marrë të vetët jo për të gjykuar. Zoti do vijë të marrë nusën e tij, të shenjtë, të pastër, thotë, për të bërë dasëm në qiell, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Çfarë gjykimi do t'i bëjë në dasëm, motra dhe vëllezër? Zoti, popullit vet. Sot është ora, vëllezër, që ne të tregojmë dashurinë që ne kemi për Zotin tonë. Për këtë flijim që bëri Perëndia, vëllezër. Dhe unë, thot Jezus Krishti, këtë njeri do ta krahasoj me një njeri të zgjuar. Sepse do të provohet, do kaloj vështirë,
Do frynë erërat mbi atë shtëpi. Lumejnë do të përplasen mbi atë shtëpi, thotë, që do të thotë do kaloj probleme të vështira. Por, ku e ka ndërtuar shtëpinë? Ku mbështetet kjo shtëpi? Dhe provojmë, vëllezër, aleluja, se çfarë kemi ndërtuar deri më sot. Provojmë, vëllezër, aleluja, sa ne mbështetemi tek Zoti. Zoti nuk thotë, botra dhe vëllezër, aleluja, mbi këtë njeri të zgjuar, nuk do vinë në ujrat, nuk do frynë në erëra, nuk do ketë probleme. Nuk thot fjala e Perëndis, vëllezër, aleluja. Do ketë probleme, do të provojemi, do me thënë, në rrugën tonë. Kjo është rruga e ngushtë, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë, që ne ecim në drejtim të kundërt me njerëzit e tjerë, me jetën tonë që kishim më përpara. Nuk është me jeta jonë që kishim më përpara. Ka një qëllim tjetër jeta e të krishterit sot, motra dhe vëllezër, aleluja. Qëllimi të krishterit sot është të jetë i ngjashëm me birin, motra dhe vëllezër, aleluja, me Jezus Krishtin. I ngjashëm në këtë rrugë e falenderojmë Perëndin. Që të jetë dritë në këtë thirrje hyjnore të Perëndisë. Që njerëzit të shohin thot këtë dritë dhe t'i japin lavdi atit që është në qiell. Atit që është në qiell. Kjo është vepra e Zotit me çdo njerin që Zoti e ka thirrur, vëllezër, aleluja. Nuk është vepra e Zotit të pranojmë Jezus Krishtin, vëllezër, dhe të jetojmë siç na pëlqen. Ose siç jetojnë të gjithë. Ose të gjejmë kënaqësi në botë, siç gjejnë kënaqësi të tjerët. Jo, motra dhe vëllezër, aleluja, është një popull tjetër. Është një popull i veçantë, që e bën të veçantë mënyra se si ai jeton. Mënyra se si ai lufton, motra dhe vëllezër, aleluja. E bën krejt ndryshe. Jo të përshtatshëm me botën. Zoti i nxori nga Egjipti me mrekulli dhe kaluan detin që të mos kthehen më, motra dhe vëllezër, aleluja. Që do të thotë kalimi i detit, pagëzimi në ujë, vdiqën për Egjiptin. U pagëzuan në ujë, motra dhe vëllezër, kaluan në përdet. Edhe i krishteri është thirrur, motra dhe vëllezër, ka pranuar Krishtin, ka parë dorën e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, është penduar, që është mëkatar vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe Krishti zuri vendin tonë, pagëzohet në ujë, motra dhe vëllezër, aleluja, për faljen e mëkateve në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, që do të thotë kam pranuar Krishtin të ecë ndryshe në shkretëtirë, motra dhe vëllezër. Deri kur? Deri sa Zoti të më shpirë në tokën e premtuar. Në shkretëtirë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk është Egjipt. Shkretëtira, motra dhe vëllezër, do thotë nuk ke lidhje. Nuk ke lidhje me Egjiptin. Të gjithë ata që menduan të kthehen në Egjipt, motra dhe vëllezër, sepse në këtë shkretëtirë do të vdesim, vdiqën. Nuk hyrën dot në tokën e premtuar. Kujdes, vëllezër. Çdo njeri që do të kthejë kokën në Egjipt dhe do të jetojë në Egjipt, motra dhe vëllezër, sepse është e vështirë në shkretëtirë, do të vdesë. Sa të kujdesshëm, vëllezër, aleluja, duhet të jemi në fjalën e Perëndis. Sa seriozisht duhet ta marrim fjalën e Perëndis, sepse ka të bëjë me jetën. Nuk ka të bëjë me një diçka momentale, motra dhe vëllezër, aleluja.
por ka të bëjë me jetën e përjetshme të çdo njerit. I është dhënë mundësia çdo njerit të jetojë. Dhe ne na përket zgjedhja, vëllezër, haleluja. Të zgjedh unë në që rrugë do të shkoj. E ngushtë është rruga, por të jep jetë të përjetshme, thotë Zoti. Pak janë ata që e gjejnë, e gjerë është rruga, por të qonë në humbje. Shumë janë ata, motra dhe vëllezër, aleluja, që hynë në këtë rrugë. Është zgjedhje. Kë rrugë do të zgjedh, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse Zoti na thotë që vlerë do të ketë për njeriun nëse gjithë botën do ta ketë të tijin dhe të humbasë shpirtin e tij. Cila është vlera për njeriun, motra dhe vëllezër, që të jetojë këto ditë në pasuri, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë botë, e falenderojmë Perëndin me kënaqësitë e kësaj bote, dhe të humbë shpirtin e tij. Ky është lajmi i mirë që Jezus Krishti erdhi na dha të gjithëve, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Që asnjëri të mos humbasë, thotë, por të ketë jetë të përjetshme. Për këtë erdhi Zoti të na lajmërojë të gjithëve. Mëkati e çon njeriu në vdekje, vëllezër, aleluja. Dhe unë erdha të shlyej mëkatin e njeriu, thotë Jezus Krishti, që njeriu të mos humbasë, por të jetojë. Është zgjedhja jonë, vëllezër, lavdia e Emrit të Shenjtë. Përkundrazi ai që i dëgjon këto fjalët dhe nuk i vën në praktik. Ai që i dëgjon këto fjalë, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nuk i vën në praktikë. Nuk i merr seriozisht, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ju jep rëndësi këtyre fjalëve. Do të krahasohet me një njeri budalla. Krahasohet nga Zoti me një njeri, motra dhe vëllezër, budalla, thotë. Nuk kupton. Nuk merr vesh. Nuk do veten e tij. Në sytë e Perëndisë, motra dhe vëllezër, shko si shikon Zoti këtë njeri që nuk i vën në praktikë fjalën e tij. Për jetën e vet. Nuk është për Zotin, motra dhe vëllezër, për jetën tonë. Për të mirën tonë, thotë Zoti. Ai që nuk i vën në praktikë, thotë, shkoni, motra dhe vëllezër, e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rrerë. E ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rrerë. Dhe çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, aleluja, me këtë njeri? Sepse të njëjtët janë njerëzit, motra dhe vëllezër, që të gjithë dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Por dikush e vën në praktikë, dikush nuk e vën në praktikë. Dikush e dëgjon dhe e merr seriozisht fjalën e, dikush nuk e dëgjon, motra dhe vëllezër. Ose e dëgjon, por nuk i jep rëndësi fjalës të Perëndisë. Janë dy njerëz që në sytë e Perëndisë, njeri është i zgjuar, njeri është, thotë motra, pa mend. Sepse për të dy palët do të vinë prova. Shtëpinë e kanë ndërtuar që të dy, motra dhe vëllezër, që të dy janë në kishë. Më pas ra shiu, e njëjta gjë, erdhi përmbytja, frynë e erëra dhe u përplasën mbi atë shtëpi, ajo u shemb dhe rënimi i saj që i madh. Vjen një provë, vëllezër, aleluja, dhe ne nuk qëndrojmë dot. Rashiu, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Njësoj bie. Njësoj kaloj në prova, motra dhe vëllezër. Si ai që e vën në praktikë fjalën e Perëndisë dhe ai që nuk i jep rëndësi fjalës të Perëndisë. Kaloj në prova, thotë, që të dy, një qëndron, sepse ka ndërtuar në shkëmb themeli i shtëpisë së tij është Jezu Krishti, një tjetër ka ndërtuar në rrerë, thotë. Që kur vinë provat, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk qëndron në rrerë pa themel, motra dhe vëllezër,
nuk mund të qëndroje kjo shtëpi. Është e bukur, motra dhe vëllezër, nga jashtë. Vem në kishë, por sa e vem në praktikë fjalën e Perëndisë, kjo qëndron, kjo tregon themelin që ne kemi. Besimin që ne kemi, motra dhe vëllezër, aleluja në Zot. Dhe prandaj ndodhin shumë gjëra në të gjithë ata që besojnë. Sepse po ta shikojnë me vëmendje fjalën e Perëndisë dhe ta vënë në praktikë, ata do të jenë si ky njeri i zgjuar, që e ndërtojnë në shtëpinë e tyre në Zot, motra dhe vëllezër, aleluja. Që nuk tolerojnë në ndërtimin e shtëpisë së tyre. Kur i dha porosi, motra dhe vëllezër, aleluja, Noes, Zoti, i dha udhëzimin se si duhet ta ndërtonte atë varkën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Noe i qëndronte besnik çdo detaj që Zoti i kishte urdhëruar. Po sikur të toleronte, motra dhe vëllezër, aleluja. Po, përse duhet ta mbërthej kaq shumë? Përse duhet ta lyej të gjithën me bitum? E imagjinoni, motra dhe vëllezër, nëse do kishte toleruar, çfarë katastrofe do kishte vetë ai? Se ai ishte, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë varkë shpëtimi me familjen e tij. Të toleronte që të mos e bëj kështu si tha Zoti, por ta bëj më të vogël, të mos rri kaq kohë se më merr shumë kohë, motra dhe vëllezër, të rri të lyej me bitum të gjithë varkën, të lyej një pjesë, të mos e mbyll mirë, motra dhe vëllezër, aleluja, se s'ka gjë. Çfarë është kjo? Po të tjerët, motra dhe vëllezër, të gjithë e dimë katastrofën që ndodhi dhe ku shkuva. Kjo është përgjigjja, po të tjerët. Nuk i lejoj Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, të humbni. Zoti lejoj të ndërtojë një varkë që të shpëtoheshin të gjithë. Ata zgjodhën, motra dhe vëllezër, aleluja, të mos hynë në këtë varkë. Ne jemi përgjegjës, motra dhe vëllezër, për ta ndërtuar shtëpinë tonë sipas udhëzimit që na jep Zoti. Që të mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, në provat që do të kalojë familja ime, të dalë, motra dhe vëllezër, aleluja, të qëndroje deri në fund, deri në orën që Zoti do vijë të më marrë. Rashiu erdhi përmbytja, fryn errat dhe u përplasën mbi atë shtëpi, dhe ajo u shemb dhe rënimi që i madh. Humbi, motra dhe vëllezër, kjo shtëpi. Megjithse vinte, motra dhe vëllezër, aleluja, në kishë, nuk i qëndroi besnik me detaje të vogla fjalës të Perëndisë. Kisha e parë krishtere fillon, motra dhe vëllezër, aleluja, me ata ishin këmbëngulës në zbatimin e mësimit të apostujve. Këmbëngulës në jetën e tyre, pasi kishin marrë mësimin nga apostujt, ta vinin në praktikë. Kjo është jeta e të krishterit, vëllezër, aleluja. Këmbëngulës në vënien në praktikë të fjalës së Perëndisë. Fryma e Shenjtë të Pardije na foli, motra dhe vëllezër, dhe na tha: këmbëngulni në lutje, të vëmë në praktikë fjalën e Perëndisë, qëndro në lutje. Zoti na flet, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, por ne nuk tregojemi të vëmendshëm në atë çka Zoti na paralajmëron. Sa kujdes, motra dhe vëllezër, duhet të ketë krishteri? Ka të bëjë me jetën dhe vdekjen, vëllezër. Është në dorën e çdo njerit të zgjedhë, sepse nuk e shpëton, motra dhe vëllezër, të krishterin tabela për jashtë.
emri i kishës. Në është dhe në fjala e Perëndisë, vëllezër, lavdi e emrit sheh. Që çdo njeri që do t'i qëndrojë në fjalën e Perëndisë, do shohë lavdinë e Zotit. Kur Jezusi mbaroi, i thot, këto fjalë turmat mbetën të habitura nga doktrina e tij. Turmat mrekulloheshin, motra dhe vëllezër, aleluja, nga ato çka Zoti ju jepte mësim. Flisnin të tjerët, motra dhe vëllezër, skribët, farisejtë, por nuk e bindnin dot popullin. Dhe çfarë ndodhte, motra dhe vëllezër? E zbatonin me urdhër fjalën e Perëndisë. Kurse ai fliste me autoritet që do të thotë, i bindte njerëzit dhe ata e zbatonin fjalën e Perëndisë të lirë, me dashuri. Ky është ndryshimi, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Ne jemi thirrur në liri, vëllezër. Nëse predikojmë fjalën e Perëndisë, predikojmë të vërtetën. Kjo është e vërteta, vëllezër, fjala e Perëndisë. Fjala e Perëndisë të bën të lirë. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Dhe kushdo që e ka këtë shpresë të shohë lavdinë e Perëndisë, le ta pastroj veten. Le ta pastroj veten, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Secili, pasqyra jonë është fjala e Perëndisë. Aty ne shohim veten. Dhe nëse do ta lexojmë me vëmendje, motra dhe vëllezër, aleluja, të tre këto kapituj. Pesa, motra dhe vëllezër, aleluja. Thotë, lumë s'kam si në frymë. Një mësim shumë i madh, motra dhe vëllezër, aleluja. Skamës në frymë, e dini ç'do të thotë? Që unë jam zero për pa Zotin. Unë nuk më të bëj do të asgjë aty. Ky është skamës në frymë që paraqitet për para Zotit dhe thotë, Zot, jam zero. E falenderojmë Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Sa e rëndësishme është fjala e Perëndisë të zërë vend në ne. Lexuam, motra dhe vëllezër, në 7, mos gjykoni. Këto janë mësimet e Jezus Krishtit, vëllezër, aleluja. Sepse ju do gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni tjetrin. Mos gjykoni. Sepse ju vetë do gjykoheni sipas asaj që gjykoni tjetrin. Le ta shohim me vëmendje çdo varg, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse Zoti na drejtohet ne të gjithëve që duam të shohim lavdinë e Perëndisë. Nuk mund ju shërbejmë do dy zotrinve, motra dhe vëllezër. Edhe botës, edhe Zotit, nuk mundet. Dhe kjo botë për Zot ka paranë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Nuk do t'ju shërbejmë do dy zotrinve. Po t'i shërbejmë botës, motra dhe vëllezër, aleluja, do t'a lëmë Zotin. Po t'i shërbejmë Zotit, motra dhe vëllezër, do t'a lëmë botën. Ky është njeriu i pëlqyer në sytë e Perëndisë. Për mua do të jetë një njeri i zgjuar, thotë, që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkep. E falenderojmë Perëndin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.